Turqia zotëron një kulturë e traditë të lashtë. Pasqyrimi i kësaj tradite në veprat e artistëve turq në ditët tona është i prekshëm sa në artin klasik, po aq edhe në artin modern. Themeluesi i grupit Shtatat Abstraksioniste, Devrim Erbil është një nga mjeshtrat e pikturës së bashkohore turke. Në veprat e tij, që tashmë kanë zënë një vend të respektuar në pikturën turke, shkrihen natyrshëm linjat moderne me ato klasike. Artisti zgjedh ta shohë Stambollin nga afër. Stambolli është kryefjala e punëve të tij, ai sa duke u larguar nga pamja fotografike reale, bëhemi dëshmitar të një miniature moderne. Devrim Erbil është një ndër artistët modern më origjinal të Turqisë, si dhe një piktor i kalibrit botror. Ai në pikturat e tij, duke përdorur talentin, ka shkrirë në një traditën e pikturave perëndimore me motivet e lindjes. Piktori që prej vitit 1956 ka çelur mbi 100 ekspozita personale. Ai cilësohet si poeti i pikturës sepse çdo vepër, pikturë të tij e përpunon me detaje si të ishte një poezi. Piktori Erbil ka derdhur në otelajo impresionet e tij nga natyra si dhe entuziazmin e jetës. Për të gjithë ardashësit, të takohesh me veprat e piktorit Erbil do të thotë që të bësh një shëtitje në botën poetike të artistit, të jetosh në një botë tjetër imagjinare, duke dëgjuar zërin e brendshëm të jetës. Piktori Erbil cilësohet si një e apasionuar me Stambollin. Artisti mundohet të hap dritaren e Stambollit, që qëndron brenda shpirtit të çdo ardashësi që kundron veprat e tij. Ndërkohë në Galerinë Kombëtare të Arteve vazhdon të qëndrojë e hapur ekspozita e piktorit të njohur turk Devrim Erbil me dashuri nga Stambolli.
Kjo është ekspozita e parë e këtij artisti me përmasa të mëdha ndërkombëtare dhe përmban 25 vepra kuruar nga kuratoria e njohur e artit turk Beste Gursu. Ky artist i ka dhuruar Galerisë Kombëtare të Arteve tablon Gallataja e Gjelbërt. Një tjetër moment i rëndësishëm i emisionit ton është edhe pasqyrimi i disa prej aktiviteteve më kryesore të artit pamor të zhvilluara gjatë javës. Në fillim do të veçojmë ekspozimin e veprave të realizuara nga Edi Rama në një nga galeritë më të rëndësishme të artit bashkohor në Berlin. Ky është një tjetër vlerësim ndërkombëtar për artin e artistit të njohur, njëherësh dhe kryeministër i Shqipërisë. Ndërkohë në Galerinë Kombëtare të Arteve vazhdon të qëndrojë hapur ekspozita e piktorit të njohur turk Devrim Erbil me dashuri nga Stambolli. Kjo është ekspozita e parë e këtij artisti me përmasa të mëdha ndërkombëtare dhe përmban 25 vepra kuruar nga kuratoria e njohur e artit turk Beste Gursu. Ky artist i ka dhuruar Galerisë Kombëtare të Arteve tablon Gallataja e Gjelbërt.